Kush është Jezusi? Të gjithë njerëzit më tregojnë për të. Më tregoni se çfarë mendoni. Më thoni se çfarë keni përjetuar. Të krishterët thonë se Jezusi është Zot. Se ai është biri i Perëndisë. Kush u dha atyre këtë ide? Disa njerëz thonë që krishterimi nisi në Iznik, në vendin që më vonë u quajt Nikea. Disa njerëz mendojnë se pjesët e Biblës u bashkuan pikërisht në këtë vend. Dhe thuhet se në këtë vend u zgjodhen 4 historitë mbi jetën e Jezusit dhe shumë histori të tjera u përjashtuan. Besimi krishterë ka rrënjët në histori dhe njeriu Jezus gjithashtu i ka fillesat e tij, por në të njëjtën histori. Kështu ne dim që Jezusi lindi në Betlehem të Judës rreth 2000 vite më parë. Kur ishte fëmijë, ai ishte refugjat në Egjipt dhe sigurisht që ky fakt kujtohet me shumë përzemërsi nga njerëzit e Egjiptit. Letra më e hershme e shkruar rreth vitit 49, e drejtuar të krishterëve në rajonin që tashmë njihet si Ankaraja e sotme, e thot qartësisht se Jezusi është biri i Perëndisë. Ja se çfarë shkruhet në letër. Kush është Jezusi? Të gjithë njerëzit më tregojnë për të. Më tregoni se çfarë mendoni. Më thoni se çfarë keni përjetuar. Të krishterët thonë se Jezusi është Zot. Se ai është biri i Perëndisë. Kush u dha atyre këtë ide?